Dashuria e re Dua Lipa. Nuk ka stisitet ndryshe sepse ajo është vajza vokaliste të grupit Oda Dukagjin Lipës. E kam fjalën për këngëtaren Dua Lipa, e cila tash disa vite jeton dhe vepron në Londër dhe së fundi na solli projektin e saj më të ri New Love. Dua vjen sonte ekskluzivisht në prive në një intervistë përmes Skype, e cila na shpalos planet për të ardhmen. E ndjekim bashkë në vazhdim. Jam konë në prive, edhe me Skype derisa të vim Prishtinë. Në korrekt vitë kalume kom në shkru kontratën me Warner Brothers në Londër. Edhe ma të para disa mujve kom në shkru kontratën edhe me Warner Brothers në Amerikë. Ndryshon edhe që ashtu edhe me menagjementin e kom kanë bazuar atje, që pak në Londër, pak në edhe po mbjen shumë. Ku je për momentin? Për momentin jam në Londër, me zjarën asë në prapë shkoj në Amerikë. Errol Haney edhe Andrew Wyatt kanë punu me LAN ma përpare dhe na e kena menagjementin e njëjtë. Edhe përmes menagjerit na ka ra mu taku, kemi bisedu edhe na ka ra me bashkëpunu 2-3 herë dhe kena më disa kanë që së shpejti du mi qitë. Kjo këngë ka rënë në veshën e grupit të njohur Maroon 5, të cilët nuk kanë kursyer fjalë të mira për shqiptaren. Ka qenë dhe alo është shumë knajtësie pa përshkrushme për mu prej kritik për kështë të muzikës, që më kanë shkryt kështë të fjallë shumë të mira për punën që e kena boa dhe ma ndej tweetit që Maroon 5 ka qenë shumë i papritur. Dhe veç ma shumë piktona kër shamu në shumë të shuqët për Prishtinës, më shkrujnë, më kalësojnë që e kanë ndije, edhe më vjen shumë mirë. See, gotta be out of my head to do with you, and I gotta be out of my head. New Love nuk do të jetë i vetmi projekt për vitin 2015. Po, ma nga nane që mu i rajtë shumë drejtë kangare. Po, pra, për të ma vditë, për nuk është shumë shpejt. Du më arvesh, se ti kryë dhe disa sende, po pres në vitri më orë. Edhe dash edhe njerë një tonë, faleminderit shumë për mbështetje dhe ju dua shumë. And